Për ajeteve të Kuranit është ajetin të cilën i lartë madhëshmi thot Hua alladhi ja'ala lakumul arda dhalula. Është ai i cili tokën ja u ka bërë të nënshtruar. Do thot na ka nënshtruar Allah ne tokën që ne me pas mundësi me ecë. Nuk është e thepist, siç qëndron çështja me disa planete të cilat janë brekta thepista. Po jo, përkundrazi, Zoti jon i mëshirshëm e ka bërë tokën tonë të nënshtruar me lumej dhe me tokë përshtatshme për ecje, edhe kodrat janë përshtatshme për të ngjitur, prandaj e ka bërë të përshtatshme për jetë. Pastaj vazhdon dhe thot i lashmadhëshmi, famshu fi manakibiha. Ecni në krahët e saj, ecni në krahët e tokës, në shpatullat e tokës, ecni mbi to. Wa kulu min rizqi, dhe hani prej furnizimit të tij, tek ai do të ktheheni. Shikoni sa ajet i bukur që na mëson neve që këto janë begatit Zotit, le të ecim to, le të ham prej furnizimit të tij, përse mos të harrojmë që një ditë gjithë do të dalim para tij, të gjithë do të tubohemi përpara tij në mënyrë që të na gjykoj. Kush ka bërë vepra të mira me mirësi dhe kush ka bërë vepra të keqe me drejtësi.